Sot kemi ardhur që të vizitojmë nga afër ambientet e shkollës së muzikës Intune, që tashmë ka hapur dyert. Një shkollë kjo që ofron mundësinë të rriteni profesionalisht në fushën e artit, por pse jo, të zbuloni edhe talentin e fshehur brenda jush. E për mundësi të tjera do t'ju prezantojmë tani. E ani. Një shkollë muzike, pa dyshim që do të na shoqërojnë tingujt e bukur muzikor, por këtu nuk mungojnë as aktivitetet e këndshme për fëmijë. Pak rëndësi ka mosha, këtu zëvend dëshira dhe pasioni për vallëzimin. Jam shumë e lumtur që kom një balet, se mua më pëlqen shumë baleti. Muzik, lëvizje të bukura, mbi të gjitha, fëmijët të talentuar praktikojnë baletin në shkollën e muzikës Intune në Gjakov. Lumturia e fëmijëve do të thotë lumturi për prindërit, të cilët mundohen që çdo dëshirë të fëmijëve ta kthejnë në realitet. Gjakovës i ka munguar prej kohës një shkollë e tillë, veçanërisht një klas baleti. Kështu ka pohuar nëna, e cila sheh me gjithë admirim vajzën e saj duke vallëzuar balet. Vajza ime tashur 6 vjetë, më thonë që nga mosha 2 vjeçare ka shfaq talentin me gjimnastik, me sport, dhe në saltat, edhe gjithë po ka pas nevojë, ka pas dëshirë me gjithë dikun, po ka pas mungesë. Si për gjimnastik, si për balet, edhe këtë kohën kemi këqyrë qysh e kemi diskutu edhe në shoqni që ka mungesë, edhe ka kërkesë fëmijëve që ka nevojë me hi. Në momenti që e kemi pa reklamen, videon, ambientin shumë kreativ, me njëherë. Edhe bile ka thonë mami, atë shkuj me njëherë, s'ka mujtë me pëjdejt premtën, më thonë, e ka pas zëmë në gjithë ato, po atë kemë shku sot, kur është po atë, më thonë, shumë është të knaqme. Në ditët sotit që fëmijët janë shumë, mirën shumë me teknologji, me telefon, nuk kena ambient për me lujt jashtë, më thonë, kemi shumë banesa, nuk ka parqe, nuk ka, edhe kjo është ideja ideale, më thonë një mënyrë ideale për fëmijët një angazhume në diçka edukative, edhe aktivitet, edhe kënaqësi për fëmijë për këtë. Unë shumë e lumtur se të marrë sot e balet, se të më bë shumë forse e të më vallëzu. Një ballerini dëshmuar me një përvojë 20 vjeçare, koreografi Prek Memaj, ka thënë se është një kënaqësi e veçantë të punosh me fëmijë. Këtu puna veç ka filluar dhe regjistrimet janë akoma të hapura. Baleti ka shumë benefite, duke filluar edhe nga pjesa psikosociale edhe nga pjesa e aktivitetit fizik, që sot për fëmijët është shumë i nevojshëm, duke pa rritjen e ndikimit teknologjik. Është një lloj ndikimi në aspektin fizik zhvillimor të fëmijëve, në njëjtën kohë një edukim i veçantë në frymën artistike, që jep fëmijëve një kulturë të përgjithshme për të ardhmen, edhe që i prin ata drejt artit baletit. Te Intune është 2 herë në javë, është një orar fleksibil për prindër, është diku pas dite, edhe në njëjtën kohë është shumë i mirë për fëmijët që janë të nivelit fillestar. Pastaj duke pa edhe nivelet domethënë përgatitjes fëmijëve, ne do të bëjmë edhe orare tjera që ju përshtaten fëmijëve për ushtrime gjatë javës.
Përshëndetje, unë gjithmonë kam ndërruar të kërcej në sallat e mëdha të baletit. Tani dëshira ime është realizuar. Po, pse pikrish balet, këto e tregon mosmiri prijësi i kësaj shkolle Delvin Mamusha. Duke ditur dhe pas parasysh që para disa viteve baleti ka qenë prezent në qytetin tonë, por që disa vite ai mungon dhe kjo ka lind si një kërkesë e neve dhe që të bëjmë diçka një risi në qytetin tonë për të zhvilluar këtë aktivitet, pasi që dihet edhe muzika klasike dhe baleti janë të dy zhanre të cilat e kombinohen më së miri së bashku. Regjistrimet kanë filluar edhe po shoh që ka një fluks të madh njerëzve që kanë interesim edhe po kanë qejf me ardhe në këtë ambient i cili është kriju, edhe po i pëlqen tepër atmosfera që po krijohet këto ditë. Mosha të ndryshme ka edhe kemi bisedu bashkë me profesorin prek që mund të kemi edhe mësime individuale për ata që janë në moshë më të madhe dhe që kanë mundësi me ndjek orët e baletit. Ne pranojmë çdo ditë punës prej honën deri të shtunën. Njerëz mund të telefonojnë në numrin tonë apo në faqen tonë të shkruajnë In Tune School. Prandaj ju sugjeroj të gjithë ata që kanë dëshirë të jenë pjesë e shkollës mund të na shkruajnë në faqen tonë zyrtare dhe mund të na telefonojnë për të biseduar edhe regjistrimeve apo çmimeve që i ka shkolla. Përmes kamerës së televizionit Syri ju prezantuan vetëm një nga aktivitetet e shkollës shumë dimensionale, ku pothuajse çdo fëmijë ka mundësi të zgjedhë për ta zhvilluar talentin, po pse jo, edhe profesionin e së ardhmes. Faleminderit.